të gjithëve, ju përshëndesim nga zemra 440 Boston Podcast. Emri im është Altin, edhe sot siç ju kam thënë, kemi një të ftuar special, po përpara se të shkoj tek ajo, podcasti i herës që shkoj, episodi 15 ishte very beautiful me zotin Dilaver për Laborin, po sot kemi një të ftuar akoma më special, një mik i ri që u miqësuam recently. Kemi të ftuar në podcastin ton Bujar Alimanin. Kemi me një karrierë që ka tejkaluar kufijt kombëtar. Alimani vjen në Boston në kuadër të festivalit të filmit shqiptar për të prezantuar veprat e tij që kanë prekur ekranet ndërkombëtare dhe zemrat e publikut. Në këtë bisedë do të eksplorojmë rrënjët e krijimtarisë së tij, lidhjet mes filmit dhe historisë dhe rëndësinë që ka një festival si ky për diasporën dhe kulturën shqiptare në përgjithësi. Qëndroni këtu me ne për një episod të thellë dhe inspirues, dhe kam kënaqësinë dhe jam i nderuar të kem këtu në podcast zotin Bujar Alimani. Mirë se erdhe. Zoti Bujar. Është kënaqësi. Pas asaj nate gala që kishim mbrëmqi, isha jashtë mase i impresionuar, e kam shijuar pa mas. Dhe pas asaj festivalit, se ishi 3 ditë në Boston, te kisha Trenet Festival, te kisha Shëngjerit të Fanolit. Ishte një kënaqësi dhe sot është nder për ne që je në podcastin ton 440 Boston. Kemi përgatitur diçka që duam ta ndajmë me publikun ton këtu në Boston. Po, është unë sërish falenderoj për ftesën dhe personalisht përdesa të dash fjalën mbrëm, ashtu si unë jemi edhe pak si patriot, se unë jam nga Patosi. Jemi në origjinë jam çam, por kur më thon fjerak, sigurisht ndihem edhe unë njeri i zonës së qytetit. Që kam bërë 4 vjet liceun për pikturë në Fier, kështu që kam qenë që 14 vjet deri 18 vjeç. Gjithashtu, dhe unë jemi të pak fjerak, le të themi. Por ja që solli rasti edhe historia që të takohemi në Boston. Sigurisht festivali bëhet është viti i dytë që realizohet, tashmë me një emër të ri dhe me një staf të ri, Festivali i Filmit Shqiptar Fanoli 2025 në Boston. Organizohet nga Qendra Kulturore Fanoli edhe bëhet në ambientet e Katedrales së Shëngjëgjit në Quincy në Boston. Ose siç një ndryshe nga gjithë kishe Fanol, Shërbeu aty, qëndroi aty, i mblodhi gjithë shqiptarët aty, bëri si takimi pa dallime fetare, apo rajonale, krajinore, fisnore etj. Kështu që e konsiderova kuma bën si ftesë për të punuar me ta, si drejtor artistik, kthimi një katedrale në një sallë kinemaje për Trenet. Dhe i kësaj kishe e konsiderova një gjë unike, një rast unik, dhe kam deklaruar që nëse këtë festival do ta marrin, do ta çojnë në një sallë kinemaje, unë nuk do të jem më pjesë, sepse ajo që është e bukur aty është pikërisht kjo gjë dhe kjo duhet marrë dhe kjo të ditë. Unë jam shumë i lumtur që ndodhem për të dytë në Boston. I arritëm ta dalim me sukses, mbrëm kishim edhe ceremoninë e ndarjes së çmimeve, ku ishte edhe një shijova pa mas. Shumë e bukur e shqiptarëve të Bostonit. Ishte amazing, e shijova jashtë mase, siç folëm dhe rrugës që po vinim këtu, kemi shumë nevojë për të tilla mbrëmje gala, dhe të gjithë njerëzit nga kultura, nga arti. Po vetëm kishim këtë më fal që ndërpres, për të shtuar ato që thoni juve, që këtë vit veçanësia ishte që kishim insistuar që të sillim artist nga Shqipëria, sepse një festival pa artist, ata janë imazhi. Po. Dhe imazhi njerëzve që janë dashuruar ndër vite me ta, që i kanë patur hyen e meritur të thonë shqiptar. Exactly. Kështu që të kemi zonjën Luiza Giovanni për 3 net në Boston, që prezantoi 3 filma të vet ku ka interpretuar. Të kemi Rovena Lulen, që është aktore kryesore, lead actress, në një film që konkurronte. Të kemi Luan Ramon, i cili u thoi nga Parisi, skenaristi i një filmi, por edhe shkrimtar, poet, diplomat, intelektual dhe elitar i një grade tjetër. Kështu që Rina Hajra që erdhi nga Florida për të prezantuar dokumentarën e saj
Tagazadze doktor nga New Yorku, miq të mi nga New Yorku që erdhën. Ja. Erion Mustafaraj. Ja, Erionin. Një film të vetë ishte dhe antar jurie. Kështu që ndërtuam një format shumë të mirë këtë vit dhe unë shpresoj që vitin që vjen ta kemi akoma. Çfarë do të thotë për ju kjo ftesë dhe ky moment? Fali, është një moment shumë i mirë, ose unë mendoj që gjërat kanë ardhur, është një konstelacion situatash, rrethanash që bëjnë tashmë të domosdoshëm këtë festival në komunitetin shqiptar në Boston dhe në Gjerë, po me që kjo nisi në Boston. Në Boston. Ja. Unë e pash Altin që nga ardhja e njerëzve këtë vit ishte shumë e madhe. Njerëzit kërkojnë. Filmat nuk gjenden në asnjë paketë digjitale ku mund t'i shohim, kështu që është një rast unik që t'i shohësh në një komunitet së bashku për trenet gjithë prurjet më të reja të kinemas shqiptar. Dhe shqiptar nga diaspora dhe artist nga Trojë, siç e përmendë që ishte Luiza, ishte harrova emrin Rovena që kalos te filmi I shpreha dhe simpatin që kalos tek filmi Maja me çunin e Gzim Kamës si harrova. Edhe ishte shumë kënaqësi dhe njerëz ishin shumë popullor. Shumë popullor, kishin dëshirë të rrinin me ne, një foto, një drink, janë me njerëz kur, domethënë ishin diku në këto dy institucione që ka zoti Gjervasi Agroni. Ja, tek. Dhe u kthye pothuajse takimi me Luizën një pelengrinazh. Nuk mbaronte, nuk e ishin do të ikin çoni për drejtë. Prisim sepse edhe isha pjesë e saj, po prisim me një dy shoqe, tre shoqe që ishim ulur në tavolinë, s'po na vinte radhat. Po ishte që të bëni foto. Atë dhe ti kupton këtu dashurinë e madhe që kanë shqiptarët, sidomos të përmallur të diasporës për artistë. Të përmallur. Ja. I duken si yje të paprekshëm dhe kur takojnë janë. T'japin atë. Ka ndonjë veçori në mënyrën se si publiku shqiptar jashtë Shqipërisë reagon ndal filmave tuaj krahasuar me publikun vendas? Unë mendoj që janë kremi tek ju. Po unë mendoj që janë dua ta di dhe unë. Në një aspekt janë më mendjahapur, plus shumë kërkues. Mos harrojmë që jetojnë në Amerikë. Pra janë për ditë me prodhimet më të fundit të kinemas amerikane. Çudinë gjithë. Big challenge. Këtë kërkojnë edhe kërkesat e tyre janë edhe për filmin tonë. Edhe filmi ynë tjetë po kaq i fuqishëm. Kualitativ, sidomos nga ana teknike. Megjithatë, kinema shqiptare përket kryesisht filmit autor, që do të thotë një film që një kinematografi që nuk është kaq shumë komerciale, por megjithatë arrin ta kuptojnë, mos ta harrojmë. Edhe pse në Amerikë janë njerëz që kanë ardhur nga Evropa. Pra shihet shihet mbetet elitare. Edhe inteligjente. 100% agree. Bashkohem totalisht me. Aq më tepër Bostoni që vazhdon mbetet evropian, një nga dhe ka dalë dhe për nese, me që dalë jashtë asaj ka dalë për 2025 në vendi më qyteti më evropian në gjithë Amerikën. Padyshim. Këtu nuk është Amerika ajo Amerika country apo një është e shpejtë etj. Është më slow, madje Luiza më tha një moment ditën e parë që kishte dalë në Boston, tha e mendoj Amerikën më të lartë, më të madhe gradacela dhe unë fare e vogël, tha njeriu fare i vogël. Tash kjo ndodh në New York ndoshta. Në New York thash. Boston është më familjar. Më familjar. Bostoni është më homogeni më connected with each other, homogen, më connected, më të lidhur me njëri tjetrin. Gjithashtu një nga filmat tuaj, Zoti Bujar, është shfaqur dhe në Boston. Po ka qenë në fakt në edicionin e kaluar. Po. Filmi, dy filmat me një dokumentar jashtë kompeticionit. Çfarë do doni që publiku të merrte? Unë do doja ta sjell pasi ta shihte. Unë do doja ta sjell filmat e mi sërish. Edhe pse me rregulla nuk lejohet sepse është një konflikt interesi, unë nuk mund të jem drejtor artistik dhe të shfaq filmat e mi në festival. Por kjo nuk më pengon, nuk na pengon që ne të shfaqim jashtë konkurimit. Sepse kjo nuk pengon një autor, ty të pengon të marrësh pjesë në konkurim sepse është konflikt interesi, por nuk e pengon festivalin që një film të mirë ta shfaqet për publikun. Pastaj unë jam edhe në një gjendje të tillë edhe shpirtërore dhe morale shumë të mirë me veten, kështu që ju e shikoni, kam sjellë 21 filma që janë të miqve, të shokëve, të kolegëve.
Nuk e kanë problem. Atë do thosh, isn't that beautiful, kjo një gjë, është mrekulli, është bukuri, like s'ka konflikt gjëra, like jemi të gjithë. Është pak fetare sot djali me Blan Shanajt, Joni Shanaj, që unë kam shok, pedagog, regjisor, pedagog në Akademinë e Artëve në Po. Më shkruan një mesazh sepse një dokumentar i Eneos Çarka, ku Joni ka qenë producent, Another Day, fitoi si best documentary dje. Dhe unë shkruaj taj, shkruaj të regjizori. Ku ishte në Shqipëri? Ai ishte në LA, po Joni ishte në Shqipëri. Dhe unë Aha. shkruaj, si të shkruaj të gjithë, është shumë gëzuar, Po. të bëj një video të vogël. Dhe Joni si duket edhe me mall, po edhe me një ndërgjegje shpirtërore më shkruan që të falenderoj shumë sepse ti e di si janë gjërat këtu, ti e di si janë gjërat edhe kudo në botë, po vazhdon të tregosh je burrë dhe je koleg. Nuk i kam kthy përgjigje, po fillova ta mendoj që pas kam bërë mirë që kam marrë filmat e kolegëve të mirë. Më kujtohet një herë Altin Viktor Gjika, regjisori gjeneral Po. Gjata i filmit me dedën Rrugë të bardha e ka? Rrugë të bardha në çdo stin etj. Shkoi 26 vjet akoma e mbaj mend. Kur ftova në një festival filmi që bëra në Athinë për të çuar kinema shqiptare, më tha shprehmisht kështu, kur kam shkuar në Paris në 77, 78, më manita tha pas Paris, ne ishim komunizëm. Dhe kur u ktheva isha drejtori i kinostudios. Dhe kam bërë çmosi të çoj për specializim disa djem të këtë bukuri që e shoh duhet ta shohin edhe të tjerë. Më ka mbetur ky moment pothuajse fetar nga ajo shkëshera që të ndan me të tjerët. Po sa gjë e bukur është që ti vesh në zbatim, jo vetëm ti marrësh nga e keva sa gjë e bukur. Ja, edhe ai mesazhi që të ka dërguar çuni me Vlanit, Joni që ande nga Kalifornia të ka mbushur. Ishte shumë prekës mbushur. Mbreslënës, sepse arrin Altin njeriu të kalojë ndonjëherë edhe veten. Flas në vetë. Po. Duhet të kalojmë me egoizma, duhet të kalojmë. Exactly. Nuk ka lindur dhe kinema shqiptar, nuk ka lindur kur kam filluar unë të bëj filma. Padyshim. Ka lindur shumë përpara dhe do vazhdoj edhe pasi unë nuk do bëj më filma. Ne jemi udhëtar në një tren që diku zbresim trenin vazhdon. Kështu po ta kesh mirë me veten, ti je plot. Dhe të kënaqesh që në këtë botë ka vend për çdo ngjyrë, për çdo zë. Nuk kompleksohesh asnjë. Kënaqësi shumë e madhe. Do doja të kisha më shumë çmime për filmat. Të merrni të gjithë. E kuptoj. Kjo është si është për ju të jeni mesardashëve shqiptar në një kontekst ndërkombëtar? Është gjë shumë e madhe, jo vetëm këtu në Boston, sepse unë në Boston apo New Yorkun, komunitete shqiptare të mëdha. Kam hasur shqiptar në Kopenhagen, që janë më të rrallë. Normal. Kam hasur shqiptar në vende të tjera. Kam gjetur 2 shqiptarë në Rabat në Marok. Kur afroheshin dhe prisnin ishte e jashtëzakonshme, është e jashtëzakonshme. Këtu ndihem si në shtëpi. Kam bërë miq në Boston. Unë në Boston nuk kam njohur asnjëri kur erdha për herë të parë. Por kam bërë shumë miq. Me janë afruar shumë njerëz dhe dua t'i falenderoj nga zemra dhe jam përpjekur që të kontaktoj aq sa mundem me të gjithë, edhe kur më janë afruar dhe kur kanë kërkuar. Ishte dje në darka që e veçantë jashmase në mbrëmjen që ishim sidomos dhe dua ta theksoj. Man, si të pash full battery charged, like ti ishe all over the place, bëje kujdes për çdo gjë, më fal se më vjen ndonjëherë fjalët në një llafan everywhere dhe kur në çdo korne të restorantit ku ishim atje tek ai vendi mrekullueshëm te Leo's Restaurant, edhe shikoja like in every corner, edhe kur erdha takova thash nuk do ta takoj dot bujarin apo jo. Më dhe pyet, mu përgjigje, bëm telefonin, bëm foto, të dërgova tekstin që andej nga cepi me 20 veta që merreshe, 30-40 veta që merreshe, ma bërë edhe me gisht që andej Altin, nuk të harroj, të kam. Ishim tashti që ishim edhe me profesor. Yeah, it's like, çat thash dia, like, if I don't have you in my podcast, then... Gjeda një qulla patosi di. Ishte një na... Priste dhe ishte me të shoqen, ishin shumë të rinj.
Edhe në fakt kur kishte patur shtëpinë e tjerë shumë Yeah. Dhe I thash asaj bashkëshortes tij që sigurisht djemt më të zot në botë janë ata që kanë lidhur patos. Kush ka lidhur patos, vetë firmos, vetë bulos. Yeah. Tash kush e bën këtë festival, një çu nga patos, kështu që je në vagonin e duhur. Patosin në zemër të kohën, le që kemi familjen patos jemi rritur e nisë shim në afjeri, ato muhabetet që bëm, se bukra gjithmonë e theksoj, në çdo podcast që kam e theksoj, janë ato jashtë mikrofonit, se të heqat emocionin, atë 2 minutat e para janë gjithmonë kështu, po futen në pasaj për incizim dhe komunikim me gjithë të nderuarit që kemi, është very, very simple edhe patosi gjigant, le që familje kemi pasi. Unë jam rritur deri 18 vjeç, sepse unë kam bërë fije liceu artistik për pikë. Yeah. Në një shkollë kemi miq të përbashkët. Jakov Zoza, kam mbaruar në 84, pastaj vazhdoj. Në 84 u futa, pastaj mbaroj në 88 në Hyn Akademinë e Arteve. Po. Je ndaj me ne. Konkurrova për regji teatri. Po. Diplomuar në 92-shin, sistemi kishte ndryshuar çdo gjë. Po. Dhe kam ikur në Greqi. Megjithatë ti ke ardhur në patos në këmbë. Unë kam marrë në afjeri, ishte kënaqësi, e di pse ta thash dhe në makinë, sikur krijoi një freedom, një liri, një kurhecje vetëm anës rrugës, dhe ata koja se kisha tezën. Njerëzit tanë gjithandej si të shpërndarë nëpër qytete. Do të bëj një humor të zi tani. Merre mend se sa freedom ndihesh kur ikën për shkak 8 ditë rrugë në këmbë siç ka unë në Greqi në 92-shin. 8 ditë rrugë në këmbë në 92-shin. 8 ditë rrugë deri në një qytet në Greqinë e Mesme. E marrë. Do të kemi hequr në ato vite etj. Në Amerikë Artin për mua unë kisha bërë zborin grek. Ishte shok I madh. Ishte kështu si vacation, ishte vacation jo, emigracioni dytë pra, po e kisha kaluar një. Ne themi në Amerikë se ja kalon biseda edhe I really love it kur kalon nga një aspekt në tjetrin. E ke parasysh I enjoy it so much. Unë gjithmonë kam se në Amerika nuk është emigracion. Se Amerika është e gjitha emigracion. Një ka ardhur përpara, një ka ardhur më mbrapa. E ke parasysh Amerika e ka emrin emigracion. Për mendimin tim nuk I thua dot tjetrit që je emigrant apo I ardhur apo se një ka ardhur çik më shpejt, një ka ardhur çik më mbrapa. What's the matter? Nuk përdor e ke parasysh nuk jemi të gjithë like a big community. E ke parasysh prandaj ndihesh more like home, ndihesh më shumë like sikur je në shtëpi. Kur kam ardhur në fillim më ka thënë ai që jemi takuar, ka thënë shikoj këtë, më ka treguar në New York, më ka treguar ku kam zbritur, kam parë Grattaciela aty të ranë në 11 september në 11 shtator. Njëri kam parë dhe më ka thënë Altin shikoj, I ke me nga këto të Jewish people, me këto si quhen, ke Arabinët, ke kështu, kena këta me kapitë, më thënë, është të gjithë, I ka shumë ngjyra. Po më thonë si e duron Amerikën, ritëm kaq I shpejt, I çmendër etj. Po ti nuk pe këtë të Amerikës, qytetet të mëdha të Amerikës, nuk ke parë. Nuk ke ashtu është. Këtu ndjen tempin e kohës, ritmin e kohës. Exactly. Këtu duhet jesh me sy të hapur gjithkohon, duhet jesh, dhe mundësit janë të jashtëzakonshme. Dhe unë nuk kam thënë, asnjëherë nuk them nëse unë nuk ja dal të bëj film në Amerikë, fajin mua më ka Amerika. Jo asnjëherë. Amerika u jep mundësi të gjithëve. Nëse unë nuk e gjej mundësinë, nuk më ka fajin Amerika. Si mua në Amerikë ka 20 milion. Ka dhe 20 të tjerë më talentuar se mua. Kështu kompeticioni shumë I madh, por ja vlen të notosh në ula të thella. Shikosh drejt dritës, të hecësh drejt dritës. Ja vlen të notosh në ula. Rani dhe ajo që pash mbrëm ta bie prap në atë, ajo që pash mbrëm me atë me ti je New Yorku, je Amerika, me atë për zotin unë kur kam parë mbrëm, like all over the place, man, like energjia, like 100%, hije këtu syt, veshët tëra, takon me këtë. Po t'i them dhe kine mas ka pak kjo edhe nga profesioni që unë bëj. Një regjizor të tjetë. Exactly. Sepse koha është, orët e xhirimit janë 10 në ditë, dhe ti duhet jesh perfekt I përgatitur, sepse ti nuk mund të marrësh në skenë 4 orë, 5 orë. Bukur. Do ta xhirosh, do të jesh përgatitur. Çdo gjë duhet të jetë në vendin e dur, drita atje, kornizat,
uli më pak, duhet të jenë të ulura, ambienti duhet të jetë gati, skenografia, kamerat, lentet, aktorët duhet të kenë bërë provat, duhet të kenë mësuar tekstin, dhe ti mbetet që ti koordinosh. Ja, ato little things like ti dirigjenti. Dirigjenti. Po unë kam qenë pak edhe me njerëz, po edhe vetëm në kuptimin e lodhje 3 ditë edhe ai kurën tekit si dhe nuk po e bashut ai unë po vija për të shijuar darkën dhe të shikoja aty domethënë like unë isha i shplodhur edhe kur shikoja aty domethënë prapë kur shikoja aty që ishe all over the place gjithandeja. Edhe kishe 3 ditë së shele. Nuk festival, nuk kam qenë edhe fort mirë edhe nga fyti për shkak të një viroze, por edhe stresi luan rol. Por është kjo, duhet të vësh alarmin në orën 7 të mëngjesit. Nëse e kthyer në 3 të natës është gabim i yt. Është gabim i orës. Nuk është gabim i festivalit, nuk është gabimi atij që ka lënë në orën 8 takim. Është problemi i yt. Kështu që këtë neve na ka edukuar emigracioni. Të mos qenuri të rumpall, të marrësh përsipër të përgjegjësive, e ke përgatitur për festivalin, po punon 4 muaj për këtë. And the way I see it, në rrugën që e shikoj you built for it, je ndërtuar për. Kisha marrë përsipër pa diskutim gjithë materialet e miqve të mi, kisha shkarkuar filmat që nuk është gjë lehtë, të shkarkosh filmat në kualitet të lartë. Të dërgosh agreements, këto i bënin sigurisht i bën edhe qendra kulturore, i bën edhe zoti Toçka, por të koordinohesh kur niset Liza, kur niset Lovi, kur vjen Luani, a ka shku njëri ti pres, a ka ti marra, do shku në te hoteli, e tjeri. Kisha edhe këtë përgjegjësi që kam edhe nga vetja. Nuk kam thënë kur ç'po më duhet mua, sepse unë kam rënë në kontakt, unë jam i touch. Exactly. Unë jam në kontakt. Mua më njoj, në kuptimin në kuptimin modest të fjalës, jo në kuptimin si superior, domethënë që bësh 110% of ti. Duhet të koordinoj të gjitha gjërat. Domethënë unë merrja mesazhe për shembull edhe kur më thoshin, "O bujar, do vi taksi, do vi Uberi këtu që të shkoj te Rovi." Dhe unë duhet të ndërprisja punën, të telefonoj të dërgoj mesazhe dikujt e tjerë. Po e kam bërë më shumë pushim. Yeah, but I love it. Po ne erdhëm nga Bostoni tani me makinë që erdhëm për në studio. Këtu edhe, man, I enjoy multitasking, everything. Nuk is, it's like text message, ashtu, flisje me mua, gjitha, like, man, I admire it. I love it, you know, I really admire it. Yeah, of course, but mua më impresionojnë, më inspiring, dhe kjo është fjala e dur, inspirim, më inspirojnë, më frymëzojnë. Jashtë mase njerëz tillë. Unë kënaqem dhe po ta dija do kisha sjell Luiza Giovanni të podcast dhe Rovenën. Oh yeah, it's gonna be next year, festivali next year dhe ne do bëjmë të pamundurën për involvement. Exactly. I want to hear it, dua të dëgjoj. Një zën mediatik i festivalit, se nuk e kemi këtë mundësi. Nuk e kemi, ashtu është. Dhe pse mos ta? Duhet bëjmë të pamundurën që të bëhemi bashkë. Po nuk e di, e mendova kjo që the që do binim Luizën, do binim profesorin këtu, se janë njerëz të veçantë, profesori njëri i veçantë. Ai ka ardhur shpenzimet e tij. I thash atij. Ka ardhur shpenzimet e tij. Really, nuk duhet, I don't know, ne si komunitet, si community duhet bëjmë jashtë mase më shumë. Duhet të ingranojmë, angazhohemi. Unë mund të sjell vitin tjetër emra të ndritur të kinemas shqiptare. Mund të sjell Çim Xhepën, Viktor Zhusi, Lordan Shani. Ja. Do jetë një nder, Por si mund të, domethënë praktikisht si mund të vim, me të gjithë. A mund të ndihmoj komuniteti në sjelljen e këtyre të gjithë duhet të bëjmë pamundur. Ne kemi yjet tanë, më fal që të pres, po I can't keep it, se mbaj dot se yjet tanë të takosh Timo Vllokon, të takosh ne Hollywoodi kinematografisë shqiptare. Ne kemi yjet tanë, like ne shikojmë për të yjet e Hollywood, ne kemi Timo Vlloko është like ti mendon, ore është me të vërtet real Timo Vlloko apo Luiza Giovanni që takuam brëm? Ja që erdhën, ne akoma shikoj filma Denusja, I ndajmë tërkohën, shikojmë filmat e Timo Vllokos. Ajo që ka thënë tek filmi Lulkuqet mi mbure. Shkon Nolit. Anës e Nolit që I shkon Nolit që man, ajo edhe sot excited ta vesh në televizor, like Goosebumps, bëhet mishi, 310 mishi, like. Altin për këtë
kërkojnë fonde, kërkojnë sponsora. Unë e kam shpërë dhe mendimin tim personal sepse është një gjë që e jetojmë të gjithë këtu punojmë diku, shkojmë diku sepse me këtë jetojmë. Exactly. Unë shkoj diku në punë dhe nuk pretendoj që të vite Noli të punoj për që unë të paguem ekstra, po e kam bërë dhe e bëj me shumë dëshirë dhe me shumë dashuri. Këtë gjë është pjesë e zemrës time. Por që të vinë ata që andej, domethënë të duhen financat, duhen exactly, bileta hoteli, një lloj diete që të, edhe pse nuk i lën këtu zakonisht i marrin për dreka për dalë. Edhe kjo është pjesë e traditës tonë shqiptare. Është pjesë e traditës tonë shqiptare, me atë me bashkohemi jashtë. Vetëm kështu festivali dhe Bostoni mund të marrë dhe mund të ngrihet një pol tjetër shumë elitar, se këtu ka shoqata shumë, bëjnë aktivitete tjera. Po janë deri në nivelet sipas me tradicionale, folklorike. Duhet një step up. Patjetër, kjo nuk është e pakët, por populli nuk prodhon vetëm folklor, prodhon dhe edhe pikturë dhe kinema dhe muzikë, gjitha. Dhe opera, prodhon edhe zhanre të tjera superiore të artit. Dhe pse të mos i marrim, pse të mos i qëllimi ta them me shpirt bujar, qëllimi i podcastit që krijova ishte totalisht 200%, dhe kam theksuar dhe në episodet e para, ishte totally 100% vetëm për komunitetin. Asnjëherë s'kam dashur unë e shijoj ula me bujarin, apo të ishte Luiza Gjuvani, apo çdo njeri të dëgjoni një bisedë shumë simple, shumë të ngrohtë, shumë njerëzore, siç po e bëjmë ne të dy, ku ka gjë më të bukur, e ke parasysh. Edhe ne e enjoyim, e shijojmë me njëri tjetrin, po do ta shijonin dhe njerëzit që do na shikojnë. Ky komuniteti jon këtu që kemi në Boston është, siç e the edhe ti, është huge, po është shumë i madh, po ta shikosh në rang Amerike, kur kam folur me njerëz dhe të Vatrës e të komuniteteve të tjera, të shoqatave që janë këtu në Boston, nga Malizi, Maqedonia, ata i kanë idhuj atë këtorë tanë, gjigant, si që kemi dhe ne të Kosovës, Bekim Femi, unë ramet pas, rest in peace, apo... Ti e pet, disa filma kosovarë u vlerësuan. Aktori me i mirë. Filmi me i mirë, Isa Qosja. I thought I was at the Oscars. Isa Qosja është një... Umbusha. Jashtëzakonshëm, dhe unë nuk kënaqja shumë që juria i kishte vlerësuar kështu, sepse unë nuk jam pjesë e jurisë. Janë bërë zgjedhje gjëra të veçantë, por unë e du shumë Isa Qosjen, është një autor më i mirë. Emër shumë i dëgjuar, shumë. I vjetër sot dhe ishte shumë i kënaqur që janë 1 milion shqiptar në Amerikë, kur kanë folur me çunat e të Vatrës, janë 1 milion shqiptar në Amerikë, nga Maqedonia, Malizi, Kosova, of course, pa dyshim, nga Çamëria, nga Shqipëria jonë, është shumë ka 1 milion. Është like, why? Pse duhet gjithë bashkë edhe t'i japim sa më shumë? E disim këto në New York, po pse s'vjen të bësh këtu pse shkon dhe në Boston? Edhe mirë po... Janë të dhe dëgjoj, ja. Mirë po... Ajo katedrale atje është shumë e dashur për mua, shumë historike. Unë jam rritur me librat për Nolin, kemi recituar Nolin. Sot në mëngjes isha vizitova bashkë me zotin Luan Rama dhe Alket Veliu varrin e tij. Vajtet në vajte. Ishim edhe ishte vërtet shumë prekse dhe shumë. Ti gjendesh përpara historisë. Exactly. Ti je në histori dhe fakti që bën një festival filmi ku ti sjell mbi të gjitha gjuhën shqipe, sepse filmat flasin shqip. Ti sjell prodhimet më të mira të kinematografisë shqiptare në gjuhën shqipe brenda asaj katedrale ku rimblidhen shqiptar tashu si dikur. Ky është pse unë vi në Boston. Te kisha e Shëngjergjit, te kisha Fanoli dhe ndihmoj që të bëj këtë festival. Është amazing, ne të falenderojmë nga zemra. Për komunitetin. Në një kohë kur industria, kam një pyetje të tillë, në një kohë kur industria e filmit është gjithnjë më globale, sa e rëndësishme është për ju që filmi shqiptar të ketë zë në festivalin si ky në Boston? Filmi shqiptar është pasi bën atë që themi xhiro në festivaleve, në gjithë botën ku Shqipëria përfaqësohet, ngrihet flamur. Domethënë ka flamur, sepse shtetet që marrin pjesë, 15 shtete, 15 flamuj. Dhe është gjë jashtëzakonshme ku në disa festivale, unë kam shkuar natyrisht në shumë festivale, filmat kanë shkuar akoma më shumë, po unë personalisht jam gjendur i ftuar ku përfaqësoj me filmin tim vendin. Është shumë mallëngjyes të shohësh flamurin tënd. Ai flamur është ngritur
se ti ke sjell filmin aty. Se ke sjell filmin aty. Si shqiptarë, të mbush. Si mesdetar. Na prek. Ndoshta si Ballkanas, na prek jashtëmase. E di se janë prekur, më fal do të pres, mbaj mend ku e lam. E disa janë prekur dhe bëra foto. Çuni kishte para 2 javësh dhe rajmist dhe nuk vajta tek ajo bot party që organizohet gjithmonë nga Mazbesa këtu nga shoqata, sepse kisha graduimin e çunit mbaron dhe vitin e 4. Dhe di si jam ndier në një gjë shumë të vogël në një shkollë që po graduoheshin dhe me qëra lafi studenti i dytë në shkollë këtu në Pibad ishte shqiptar, studenti më i mirë, një gocë shqiptare. Po kur kam parë flamurin shqiptar, jam mbushur jashtëmase. I thash çunit hajde bëjmë edhe foto këtu tek flamuri, i thash. Do të thënë, dua ta krahasoj, e imagjinon do keni imagine nga shkolla, nga një high school në Pibadi këtu, në festivalin e filmit, ku mbushesh që e shikon. Akoma më shumë. Dhe ky është vendi që kinemaja jonë sot zë një vend, unë do thosha të mirë kinema global, edhe pse me pak financime dhe me shumë vështirësi, sepse shteti nuk financon sa duhet dhe regjisorët përpiqen për të gjetur burime alternative për të suportuar. Da, shpesh edhe duke mos u paguar, por çfarë sjell një festival film shqiptar në Boston? Këtu bëhet Baltic Film Festival, këtu bëhet Turkish Film Festival. Jam i bindur të bëhet Greek Film Festival. Pse jo festival i filmit shqiptar? Pse jo? Duhet punojmë më hard, dhe kjo është pjesa jonë në këtë globalizëm të këtij shteti. Të bëjmë atë pjesë. Thjesht duhet mbështetur, duhet we have to do our part, të bëjmë pjesën. Nuk mund të shtente, mund të vish të premte të shohësh. Jeri është free për të parë. Këtë pëlqeva jashtëmase edhe që ju kishit atë që ishte festivali i filmit në Boston tek kishe Farnolit. Këtë pëlqeva që ishte 3 ditë, nuk ishte 1 ditë. Dhe mua ma dha mundësinë si Altin, erdha dje, erdha dhe sot, mund të kisha ardhe të njëjtën, po mund të zgjidhja edhe 1 ditë. Familja ime, do të thënë, e ke mundësinë në fundjavë, se siç e dim jeta është very fast edhe këtu në Amerikë shumë e shpejt. Po i jepet mundësia në 3 ditë që ti e ke mundësinë thua këtë ditë. Aty në 3 ditë 21 filma, por fshi 6 filma të animuar për fëmijë. Për fëmijë. Që kishim marrë nga arkivi qendror shtetëror i filmit të Tiranë. Ndër vite, filmin e parë shqiptar të animuar, që është bërë gjatë historisë, Zana dhe Miri. Apo i filmi Ana dhe Miri ka qenë? Zana dhe Miri. I shtatit e prezës. Në shtatit e 6 bën Bujar Kapexhiu, bën Pika e ujit. Pastaj vazhdojnë filma të tjerë që është ai Kau dhe Ujku. Kau dhe Ujku, pri brirët se pa brirë ti e mbret, pa brirë ti e pa shapë. Shikoj, na ka ngel në mendje, pa brirë na ka ngel në mendje. Isn't that amazing? Jam emocionuar. Kur i shikon se të kujton të bie tër fëminin para syve, kalon këtu. Kështu që u përpoqëm edhe me një përzgjedhje, nuk jam pak për 3 ditë 21 filma. 21 filma. Fillonte programi në orën 6, mbaronte 11 natës. Po megjithatë ja dolëm ja rritëm. Edhe kishim pjesëmarrje. Shpresoj vitin që vjen. Doja të vija të bija familjen, ta them nga zemra, doja të bija familjen, po i thash unë se siç folëm dhe në makinë. Dua të kam frikë se mos të lë ty pas dore, i thash se dua të takoj të gjithë, dua të takoj bujarin apo si person tjetrin e takoj, kam frikë mos lë pas dore, i thash, po e ke parasysh po jep patjetër vitin tjetër duhet punojmë shumë më fort. Besoj që do sensibilizohen edhe shqiptarët në Boston për të ndihmuar festivalin me sa ka mundësi që ta bëjmë akoma më të madh, akoma më masiv, e akoma më të dashur për komunitetin. Pikërisht me këto që them, edhe me përzgjedhjet e filmave që janë sigurisht ne mund të futim edhe një program të filmave për fëmijë, një të shtunë paraditë. Të shtunë paraditë do ishte shumë e bukur. Më me larmi programin për të afruar edhe moshën do ishte shumë e bukur, të shoqëruar nga prindit, edhe për gjuhën është shumë e rëndësishme, por nga ana tjetër edhe mund nga 3 ditë të shndrohet edhe në 4 ditë. Po. Edhe nuk mundin gjithmonë etj. Eksakt, ja që diskutuam. Teknike. Ne ja dolëm, ne jemi këtu ditën e diel sot, pas festivalit. Po përfunduam edhe mbyllëm me bisedën me zotin Luan Rama. Zërim do rivi, nëse në orën 6 do të në punë, mëngjes. Kështu që doja të pyesja Bujo,
Çfarë mesazhi do kishit për të rinjt shqiptar në diasporë që janë të apasionuar pas filmit dhe artit në përgjithësi? Ta ndjekin ëndrrën. Mos ta praktisin asnjëherë. Ëndra është si një yll që ti e ndjek. Si një dritë që nuk të la asnjëherë në errësirë. Edhe e di çfarë është, nuk e di kë kam dëgjuar dhe nga kush e ka marr. Ëndra, you're not paying for your dreams. When you put it to the paper or you put it to the kur e vendos në realitet, atëre, pse nuk dream big, pse nuk ndërron, e ke parasysh më të madhen, edhe po nuk u bëre superstar, do jesh me syjeve. I them shpesh ndonjëherë bashkëshortë e time kur diskutojmë, sepse ajo është më kërkues akoma është producente, vjetishte po ka pasur një fatkeqësi në familje të shtire, nuk erdhi këtë vit as vajza. Se dhe vajza ka punuar volonter në festival të filmit në New York, në Tribeca Film Festival. Është shumë ka mbaruar për production, në regji, po. I really love it. Më pëlqen jashmase që po flasim edhe që po e marr këtë njohuri. Po, edhe i them pra edhe gozës time mos e lësho kur ëndrrën. Nuk duhet ta lësh asnjëherë ëndrrën. Më tha një të shikoj shumë pak tha. Unë vura dhe një shfaqje në të bardha në New York. Po. Në shkoj me Rio Mustafa Rajn dhe Jul Kalotu me gocën që performoi dje për të drejtuar dhënien e çmimeve. Pash. Në paralel punoja për Nolin në punën time të përditshme. Dhe vajza më thotë një moment që të shoh shumë pak. Edhe jam ulur dhe kam thënë të paktën kam çfarë të mësoj. Mëso nga mua. Edhe që më shikon pak, edhe që të munoj. Sepse shiko sa shumë punoj. Po të mos punoja kaq shumë, nuk e kisha vetë. Po të mos punoja kaq shumë edhe me këto gjëra që merrem. Të merresha vetëm me punën time të përditshme, të sillja lekët e të premtes në shtëpi. Në radhë pa nuk do isha unë i lumtur. Nga ana tjetër kam dilemën e madhe që mos i parabëj gjërat, mos i bëj më shumë se sa duhet. Mos shikoj unë tashmë më pak vajzën time. Mos për hir të punëve të mëdha, për hir të punëve në art edhe me angazhimet e tjera, nuk shijojmë kaq shumë familjen. Është edhe kjo dilemë. Është brenda, siç e tham, në Amerikë jeta është shumë festiç, është shumë e shpejtë. Po çupa juaj dhe familja juaj të shikojnë gjithandej. Shikon gjithandej punën tënde. Po udhëtoi një me një gocë me një ku ka kënaqësi më të madhe. Kur udhëtoi një zbritin në Tiranë me avion, dhe unë e prisja jashtë, më tha si përfundim se më thotë her pas here, si përfundim të njohim më tha mua në Shqipëri. I thash, unë nuk jam aktor, po ndoshta jo zonja me cilën të topë, tha. Që unë thash, nga jo Shqipëria më pyeti, thash, unë jam nga Patosja, thash me krenari, tha. Kjo si bëri shumë përshtypje, i thash unë kështu, do t'jesh nga Tirana. Po, do t'jesh. Kjo që çështë tjetër, i thash, po tha ty të njifte kur thash, pastaj që unë jam vajza e një regjizori shqiptar, atë ndoshta e njihni. Po unë ka parë filma dhe unë e njoh vetë tjetër, bëm bua mbeta derisa. Po nuk e din tirancit që ne jemi ata kapilarët të tërë qytetet që e kanë furnizuar Tiranën edhe të gjithë. Patjetër, po që edhe kjo se pyete për të rinj dhe unë tu përgjigja me disa përgjigje. Po. Përsa i përket ndjekjes së të ndjekin. Uroj që të kemi të rinj vitin tjetër, të jenë edhe vullnetar për 3 ditë festivalit. Ndoshta 3 prej tyre një ditë, 3 prej tyre ditë tjetër. Unë jam i pari. 3 prej tyre ditë tjetër. Do bie të dy kalamajt edhe nusja me çfarë të kemi mundësi të jemi vërdallë edhe around atje. Po përpara është shumë inspiruese biseda me unë për vete I love it e dashuroj. Në kjo po jemi në ato momente duke e mbyllur. Se dhe koha është shumë ikën shpejt. A mund në ndani ndonjë projekt të ri që po punoni dhe a mendojni të ktheheni sërish në Boston të ardhmen? Of course, se do vini në Boston të ardhmen, kjo është kind of silly question, do ktheheni vitin tjetër me. Nga vështirësi këtu them një slogan gjithmonë. U lodha shumë, nuk do ta bëj vitin tjetër. Po kjo nuk është vërtet. Kjo nuk e. Janë mendimet e ato 2-3 orëve kur lodhesh çik edhe. Jo, nuk e kam menduar se dhe lodhja ikën ka atë të. Po sa i madh është suksesi. Lodhja është një gjë fizike që do kalon e ikën. Historia mbetet aty. Historia mbetet që është ne realizuam, e mbyllëm vitin e dytë, është një gjë shumë e madhe. Kemi 4 muaj që punojmë.
Nga ana tjetër kam një projekt në cilin po punoj, filmik, timi personazh. Mund ta ndani? Po, patjetër, është një histori një balerine shqiptare, ish balerinë, në të cilën në 93 që një profesor baleti si prindi tyre i gjithë studentëve në gënjeshtën e një ftese për një koncert koreografik në Itali, i çon vetëm vajzat dhe i shet në një rrjet prostitucion. Është based on e bazuar. Nuk është histori e vërtetë, është pothuajse, unë kam dëgjuar histori të ndryshme, Dhe ajo kthehet tashmë pas 30 vjetësh. Me një jetë shkatruar, ai është plak në shtëpinë e tij, kalon ditë të fundit të jetës dhe ajo hiqet si infermiere turnit të natës në shtëpi. Dhe ka një gjyq të fundit me të, sepse ka ardhur që ta vras, tak mere. Sigurisht ndodhin gjëra të tjera brenda po. Ka ardhur të thotë që ti na shkatruar histori e bukur jetën tona. Dhe është një reminiscencë edhe sistemit që kaluam, sistemit komunist, edhe se si ai sistem shkatron njeriu, edhe sistemi të ri që erdhi me shumë shkelma në 91-92 që nuk e kishim menduar. Dhe i nxori gjithë intelektualët edhe njerëzit në rrugë sa nuk dinin ç'bënin. Nuk dinin. Ashtu ka qenë. Unë asaj referohem, atij 93-shit. Kur do dali si film? Nuk e di, unë dua të xhiroj pranverën që po ta mbushi mendjen dhe? Jo, kam fituar konkursin që në kombëtar të kinematografisë, kam marrë buxhet për ande, tani po kërkojmë buxhete alternative nga Shqipëria. Dhe besoj në pranverën që vjet do të xhiroj. Xhirimet do vesh në Shqipëri, do bëhen pyes më tepër për detaje, do shkosh. Në Shqipëri do bëhen gjithë apo do vesh edhe në Itali për xhirime? Jo, në Shqipëri do të xhiroj gjithçka në Shqipëri. Jeni të parë që ndaj nuk e di ndoshta. Faleminderit, kjo ishte. Po nuk ka gjë për të ndarë. Domethënë për të fshehur njerëzit herë mund t'i dinë projektet e një artisti, herë mund mos e dinë. Nuk ka ndonjë gjë të keqe edhe të dinë diçka për projektet e ardhshme. Unë përderisa kam ardhur këtu, nuk vi me kushte. Eksakt. Unë vi pasi kusht, dhe bisedoj kredi lirë. Si me një njeri të shtëpisë. Faleminderit. Dhe ju përshëndes nga zemra, ishte një kënaqësi e veçantë edhe krenari që të kemi nga Pieri. Edhe do i përshëndesja të gjithë ndjekësit tanë. Faleminderit që ishit me ne në këtë episod të 440 Boston. Ishte kënaqësi që kishim në mikrofon regjisorin Bujar Alimani dhe ndam me ju pasionin për kineman dhe kulturën shqiptare. Ju përshëndes të gjithë dhe nga zemra. Përpara se ta mbyll, zoti Bujar, do të ndash në një gjë tjetër apo unë ju falenderoj shumë për ftesën dhe dua që t'i ftoj të gjithë shqiptarët e Bostonit që vitin që vjen ta ndihmojnë me sa munden festivalin për të qenë një festë akoma më e madhe, një ngjarje shumë e madhe e komunitetit shqiptar, artistike. Të gjithë filmat janë të subtitruar në anglisht, mund të vinë edhe anglishtfolës, pra edhe njerëz të komuniteteve të tjera për të ndjekur festivalin, por që sigurisht që ne kemi nevojë për suportin e komunitetit tonë. Do bëjmë të pamundurën. Ishte kënaqësi gëzuar. Ishte kënaqësi që kishim. Mirarç, mezi ju presim. Përshëndetje të gjithëve, kaloni një mbasite të këndshme. 440 Boston.